Përshëndetje miq, nga Libia. Këtu mas meje është porta e qytetit vjetër. Unë doja të ndaja një emocion me ju që e kam kalu këto 2-3 ditë. Kudo që i shkoj dhe më pyesin nga je, i them jam shqiptar, jam albanez. Albanez thonë, dhe më përshëndesin me i lloj respekti dhe me i lloj përulje që unë nuk e kuptoj. Dhe me thonë drejtën, takohem me ambasadorin që i kemi ne në Tiranë dhe i them që, orë zoti ambasador, për qa ndodhë që kur unë i them shqiptar, këta më shofin me i shikim tjetër dhe edhe kërkojnë që të më respektojnë më shumë. Më thotë, për nuk i di lidhet që ne kemi me ju, jo i thash, nuk i di të falësh ignorancën time, është era parë që unë vizitoj Libi. Dhe filloj të më spjegonte që në këtë qytet vjetër, ose në të gjithë Tripolin, mund të ketë rreth 30-40% genetikisht me gjaktonin. I thash, po si ka mundësi? Po ka mundësi, më thotë Gjergj, sepse ne në fundet e shekullit të 15 dhe në fillimet e shekullit të 16 na sulmojnë portugezët me spanjollët. Dhe ne i kërkojmë ndihmë sultanit dhe i themi të lutem, po na vinë dhe po na pushtojnë. Dhe sultani i kërkon ndihmë një shetit flotës, Hajrudin Pasha, që e keni një histori si Barbarossa, një nga shefat më të fuqishëm të Imperios Otomane. Dhe i thotë, shikoj era ndeti, ndihmojmë libjanët se i kemi vëllezër. Dhe Barbarossa i thotë që, okej, unë jam të deti, por nuk kam forcë toksore. Dhe i thotë, hodhi era ne nga do malet e tuja dhe krijoi një batalion, krijoi një njësi të fortë. Ai merr rreth 2000-2500 malsor nga malet tona dhe vjen në Libi. Dhe zbarkon në një tokë që më mbrapa u quajt Homs. Homs në këtë gjuhë do të thot i pesti, legioni i pest i asaj kohe, i shqiptarëve që erdhën zbarkun dhe shtyn komplet portugezët dhe spanjollët dhe rujtën këtë vend dhe krijuan qytetin e Homsit dhe ka një popullim shumë të madh edhe në Tripoli të shqiptarëve, rreth 30-40%, ndërsa në Homs janë rreth 90% pjesë e gjakut tonë. Tash ajo që unë duhet ndaj me ju është kjo punë, miqtë e mi. Unë shkoj në Liban dhe gjej një katolik, gjej Pashkovason, që e çon sultani për të ekuilibruar gjendjen. Unë shkoj në afër Omanit në Yemen dhe shikoj dhe atje Pashkovason që e çon sultani guvernator. Unë shkoj në Egypt dhe shikoj që në shekullin e 17, punit e shekullit 17-18, gjej Muhamet Aliun që ka kriju Egyptin modern. Ora, si ka mundësi, miq, që ne që kemi kaq të vlefshëm për gjithë botën dhe nuk kemi të vlefshëm për vendin tonë? Si ka mundësi që ne i përzem njerëzit tonë non-stop? Si ka mundësi që s'kemi respekt për ata njerëz që japin frym, për ata njerëz që na ndryshojnë? Ora, qa bëhet me ju? Qa bëhet me ju që vetëm boni teatr, si kur ju dhimbse ai vend, dhe ka ngel pjesa më e keqe atij vendi dhe pjesa më e mirë e jona ikën dhe kontribon për potën. Ore do të ktheni një herë mend të kres për me rujt ata pak njerëz që përfundimisht Shqipërinë tonë duhet ta çojnë atje ku e meriton dhe jo të vazhdoni të fyni 100.000 e njëta melodi me gjithë burrat intelektual të atij vendi, me gjithë burrat që kanë kontribu, që i vrisni jo me pluma, po i vrisni me fjalë, i vrisni me fymje. Torë për ju dhe boni të gjithë bashkë si politik për ta çuar këtë vend përfundimisht atje ku e meriton. Ndryshe do marrim edhe ne çaklla do ikim pranë. Respekt e miq edhe një gjojni fjalët e këtij burrit shpirtit vet.